Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Siç e kemi lejuar, ka minuta para ezanit të Yasis e kemi hoxhën e nderuar, doktor Sedat Islami. Kush e ka ujë telefonave dhe ka ujë edhe di që vëmendja është s'po thonë 100% më shumë, dhe thënë atë mirat Allahut. Hoxhë, mirë se ke ardhur. Mirë se vëgjej, faleminderit shumë. Edhe jeni tjerë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falenderimet janë për Allahun fuqiplot, ndërsa përshëndetjet janë për Zotrinë e njerëzimit Muhammedin, familjen, shokët dhe të gjithë ata që e ndjekin rrugën e tij deri në amshim. Po ndihem i privilegjuar që sonte më është dhënë mundësia këta minuta para namazit të teravive me nda bashkarisht me ju, edhe me fol, edhe me diskutu për një temë që konsideroj se ka një rëndësi të veçantë. Jemi në muajin Ramazan, muajin e Kur'anit, cilin Allahu te bareke ve taala ja ka shpall njerëzimit për udhëzim. Kur'ani është libri i Zotit i cili është shpall që njerëzit të udhëzohen nëpërmjet tij. Qysh në fillim në kapitullin e dytë, dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Allahu i madhruar ka thënë, ky është Kur'ani, libri në cilin nuk ka dyshim dhe i cili është udhëzim për ju. Po kështu në 10 raste në Kur'an, Allahu i madhruar na e përkujton rolin që e ka Kur'ani. Pra këtë rol udhëzues, këtë mision udhëzues, Allahu i madhruar na e kujton në shumë vende në Kur'an. Kitabun anzalnahu ilayka mubarak liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab. Kur'ani është libri që ty ta kemi shpall Muhammed, dhe i cili është mubarak, është i bekuar, është i begat, është për plot mirësi, që njerëzit ti mendojnë, ti meditojnë, ti përsjatin ajetet e tij, edhe ata që kanë mend të marrin mësim. Pra arsye pse Allahu i madhruar e ka shpall Kur'anin është që ne jo thjesht me lexuam siç e lexojmë një libër të rëndomt. Mirë po me lexu me meditim, me lexu me përsjatje, me lexu me lexim të thellë, në mënyrë që ne të marrim mësim, që të këshillohemi. Dhe mbi të gjitha të nderuar vëllezër, Allahu i madhruar e ka shpall Kur'anin me një detaj, të cilin nuk e kanë libra të tjerë. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikr fahal min mudakkir. Kur'ani është në gjuhën arabe, në gjuhën që shumica absolute e muslimanëve nuk e zotrojnë. Pjesa dërmuese ose pjesa më e madhe e muslimanëve nuk janë arab. Pra Kur'ani nuk është shpall në gjuhën e pjesës dërmuese të muslimanëve. Megjithatë, Allahu ka thënë wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikr. Ne e kemi lehtësu Kur'anin, e kemi bot të lehtë Kur'anin për përkujtim, për përmendje, për përkujtes. Fahal min mudakkir. A ka dikush për ju që merr mësim? Pra ky libër që është në gjuhën arabe, ky libër që ka shpall Allahu i madhruar, është me një mision. Është libër i lehtë. Është libër i lehtë, që kanë thonë dietarët, në memorizim. Shumica e atyre që janë hafëzlar nuk janë arab. Pra nuk e zotrojnë gjuhën arabe,
megjithatë janë hafëzdar, pra e kanë memorizuar të Kur'anin. Shumica nuk janë arab, mirë po arrin me artikulu bukur Kur'anin, me shqiptu ashtu siç kërkohet. Shumica nuk janë arab, mirë po kanë arrit që mësimet e tij me i marr edhe me i zbatu në jetë. Mirë po nderuar vëllezër, ne jemi dëshmitar se edhe pse Allahu xhallahu ala e ka lehtësu Kur'anin, edhe pse Allahu i madhruar e ka bërë të lehtë për ta lexuar, për ta mësuar, ne prap kemi pengesa ndërmjet nesh edhe Kur'anit. Shumë prej njerëzve lexojnë Kur'anin edhe nuk marrin mësim prej tij. Shumë prej njerëzve e lexojnë Kur'anin, kalojnë pranë ajeteve që janë shumë të rëndësishme, edhe prap nuk këshillohen, nuk marrin mësim. Shumë prej njerëzve ndërmjet tyre dhe Kur'anit ka hendeqe, ka pengesa, ndonjëherë edhe të mëdha, që në farforme ja pamundësojnë përfitimin prej të mirave të Kur'anit. A thu, ku është problemi? Ku është shkak? Pse Zoti ka thënë në Kur'an që Kur'ani është i lehtë? E pastaj ne lexojmë edhe nuk e kuptojmë? Allahu xhallahu ala ka thënë që Kur'ani është shpallë që ne të marrim mësim prej tij, pra që ne të udhëzohemi nëpërmjet tij. Pse ndodh që ne dhe Kur'ani me qenë dy botë të ndryshme? Pse ndodh që ne me lexu Kur'anin e ndonjëherë Kur'ani, siç kanë thënë të parët, e mallkon lexuesin. Rubbe qari'in wal Qur'anu yal'anu. Ka njëri i cili e lexon Kur'anin, ndërsa Kur'ani mallkon atë. Ku është problemi? Ndëruar vëllezër, dietarët musliman për shkak të peshës së madhe të këtij problemi janë qasë shumë seriozisht. Edhe kanë ofru trajtesa të ndryshme, kanë trajtu nga perspektiva, nga aspektet të ndryshme, shkaqet pse njerëzit, besimtarët, nuk arrin me kuptu Kur'anin. Pra, po dakordohemi që Kur'ani është libër i Zotit. Allahu xhallahu ala qysh në fillim ka thënë që Kur'ani është libër që ne me udhëzu nëpërmjet tij. Mirë po, pse ndodh që ne nuk e kuptojmë? Atëherë dietarët kanë përmend disa shkaqe të cilat unë sonte kam vendos para jush nderuar vëllezër, me ju referu një dietari i cili është Kok Ibn Qudame el-Maqdisiu, edhe i cili ka trajtu në formë të përmbledhur, mirë po të jashtëzakonshme 4 shkaqe pse njerëzit nuk arrin dot me kuptu Kur'anin. Ka thonë shkaku i parë pse njerëzit nuk arrin me kuptu Kur'anin ka të bëjë me dhanjen e tepërt pas artikulimit. E dyta, do të shpjegojmë secilën veç e veç, është insistimi në gjuna. E treta është mendjemallësia, edhe e katërta është dhënia pasepshit. Domthonë këto 4 shkaqe, pas një analize të gjatë, i ka nënvizu si shkaqe kryesore pse njerëzit nuk arrin me kuptu Kur'anin. Shkaku i parë ka të bëjë me përkushtimin e madh për artikulimin, shqiptimin e germave kuranore. Ne thamë më parë që Kurani nuk është libër do si do. Edhe leximi i tij nuk bëhet sikur leximi një romani. Leximi i tij ka rregulla. Warattilil Qur'ana tartila. Lexoj Kur'anin rrjedhshëm. Mirë po dietarët musliman kanë kërkuar që përkushtimi për artikulimin e një germe, një shkronje, mos me u bë jashtë normës së lejuar, ose thonë më mirë, mos me u bë jashtë normës së kërkuar, për faktin se
njeriu e privan prej kuptimit të Kur'anit. Ju e dini që në Kur'an, në gjuhën arabe, ka disa germa të ngjashme që janë germa të lehta të rënda, për shembull shkronja sebil, sirat. Domthonjë janë dy s-ja, njëna është e lehtë, njëna është e fortë, si sa i quhen. Megjithatë, nëse ne ndalemi për shembull ihdina siratal mustaqim, edhe pastaj fillon që kjo s-ja e përmendur në Kur'an, çfarë është, me gjas nuk e thash mirë, me gjas nuk e shqiptova mirë, hajde po kthehem edhe një herë. Domethënë nga përkushtimi për germën, çfarë ndodh? Vjen vezveseja. Domethënë duke dashur që me lexu mirë, me lexu qartë, me lexu rrjedhshëm, çfarë ndodh? Ndodh vezveseja. Pse? A e lexova apo nuk e lexova mirë? Ndoshta e përfundon kaptinën, edhe pastaj të vjen mendje, nuk e kam lexu, i kthehesh prapë njëjtit ajet. Edhe prej një gjëje të mirë, të preferuar, kthehet në një vezvese e cila i ka edhe defektet e veta. Nderuar vëllezër, Hoxha i madh Ibn Taymije rahimahullah ka thënë, prej pasojave të kësaj vezveseje në artikulim, në shqiptim, në nxjerrje të germave, është se ajo e shkput njeriu nga kuptimi vërtet i ajetit. A keni menduar ndonjëherë sa herë ne lexojmë kapitullin Fatiha? Sa herë ne lexojmë kapitullin Fatiha? Ndërmjet nesh edhe Allahu xhallahu ala ndodh një bashkëbisedim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Allahu thot, robin falenderoj. Kur ti fillon me u marrë me këtë pjesën e artikulimit, çfarë ndodh? Absolutisht e harron domethënien e ajetit. E harron që ti je në një bashkëbisedim me Allahun e madhruar. Prandaj prej pasojave të kësaj vezvese është, siç ka thënë Ibn Taymije, që ndodh një shkputje nga meditimi i Kur'anit edhe shkputje nga Allahu i madhruar. Prandaj ajo që kërkohet prej nesh është që ti përkushtohemi leximit, por jo të kaloj leximin në vezvese, për arsye se na ndal nga kuptimet e rëndësishme të ajeteve kuranore. E dyta ka të bëjë me insistimin në mëkat. Kisha pas dëshirë që ti kuptoni edhe si terminologji. Ne gjithë jemi gjunaqar. Asnjëri prej nesh nuk guxon me pretendu se është i pagabim. Mirë, pa ajo që e dallon një besimtar prej një tjetri, është se ne nuk insistojmë në gjuna. Qysh? Domthonjë, nëse unë e bëj një gabim, e bëj një gjuna, një mëkat, unë nxitoj që me u pendu. Para arsye se nxitimi në pendim nënkupton që unë nuk po ndihem komod me gjunahun. Unë nuk po ndihem mirë me gjunahun. Edhe fakti që nxitoj edhe nuk ndihem mirë me gjunahun, fetarisht qysh quhet? Quhet keqardhje. Keqardhje për mëkatin e bërë. Edhe keqardhja është ajka, është thelbi, është zemra, është shpirti i pendimit. Nëse e ke bënë gjuna, edhe nuk ndin keqardhje për gjunahun që e ke bënë, si e pendu. S'pranohet pendimi. Kushti i parë është keqardhje, për arsye se keqardhja nënkupton shkputje shpirtërore prej gjunahut. Nëse nuk je nda prej gjunahut, përkundrazi, ke insistu në gjuna, ke insistu në mëkat, ke insistu në gabim, e kini zakon i shan njerëzit, i përgojon njerëzit, shpif për njerëzit, e bon një gjuna të caktum, qysh me ndan se Allahu Gjelle Wala ka me ta mundësu ty me kuptu librin e ti? Qysh me ndan kur ti e ke në ruar vëllezër, po shprehem qartë, gjunahet në kuptimin figurativ
Qysh ka ardhur në hadithet pejgamberit alayhis salam, edhe qysh ka ardhur në thënjet sahabëve, janë pika të zeza në zemër. Një gjuna, një pikë në zemër. 10 gjunahe, 10 pika. 1000 gjunahe, insistim në gjunahe, çfarë ndodh zemrës? Bëhet e zezë. A mundet me dëpërtu imani, e mira, dija, hajrin këtë zemër? Nuk ka mundësi. Nuk ka mundësi me dëpërtu. Prandaj nderuar vëllezër, kur ne insistojmë në gjuna, pra kur na ngulëm kam gjuna, edhe nuk e lojmë gjunahën, nuk na mundësohet me kuptu Kur'anin. Falamma zagu azagha Allahu qulubahum. Kur ata insistun me deviju, Allahu ja u devijoi zemrat. Na kena me bo Zotit gjuna, thanë, Zotit ta këmi largu për rrugës drejtë. Ai që bën gjuna, ai që insiston gjuna, nuk ka mundësi me kuptu Kur'anin. Nuk ka mundësi, për arsye se Kur'ani është fjala e Zotit. Është dija e vërtetë. Kur'ani është dija që ka ardhur prej Allahut xhallahu ala. Edhe është kusht që për me depërtu kjo dije, ky nur, kjo dritë, zemra do të më kone pastër. Prandaj besoj që e keni dëgjuar nga hoxha, por edhe nga xhallar tjerë, që një pikë vogël e gjunahut, ndëruar vëllezër, një pikë vogël, ndonjëherë ka aq fuqi të madhe sa që zemrës ja pamundson që me kuptu Kur'anin. Imam Shafiun, besoj e keni dëgjuar, Imam Shafiu një ditë ka qenë rrugës duke ecë, edhe rastësisht pa qëllim e ka pa thembrën e një femre. Vetëm thembrën. Edhe është smu. Edhe ka shku tek mësuesi i Wakijo, e thonë: "Shakawtu ila Waki su'a hifdhi, fa arshadani ila tark al-ma'asi." Tha shkova edhe i thash: "O hoxh, po kam problem me memorje, s'po muna me memorizu Kur'anin, me majtë përmensh." Tha arshadani ila tark al-ma'asi, më tha: "Lej gjunahet." Shani, vetëm thembrën e ka pa. Jo sikur na sot Allah na fal që shikojmë femra lakurish, shikojmë ja ngulim syt, shpërndajmë ndonjëherë Allah na fal materiale të tilla, e pastaj don me çel Kur'anin edhe me thon pe kuptoj? Jo vallahi. Jo, për arsye se Kur'ani është fjalë e Zotit, është nuri i Zotit, është dritë e Zotit që nuk dëpërton në zemrën e cila është e njëllosur. E treta ka të bëjë me mendjemadsin. Ibn Kudame el-Makdisi ka thënë që ai njeri i cili dallohet për mendjemadsi, ai njeri nuk arrin me kuptu Kur'anin. Pse nuk arrin me kuptu Kur'anin? Nëse ju pyes çfarë nën kupton mendjemadsia sipas jush? A mund të dikush më tregu? Pikërisht. Domthon, çysh ka ardhur në hadith të pejgamberit alayhis salatu wassalam, el kibru batarul haq wa ghamtun nas. Mendjemasia është kur te ki një të vërtet edhe e refuzon, edhe i nënshmon njerëzit. Mendjemasia nënkupton kur ti e refuzon të vërtetën. Allahu xhallahu ala në Kur'an urdhëron për modesti, ti je krye lart. Allahu urdhëron për fjalë të mira, ti fol keq. Allahu urdhëron që ti me pranu të vërtetën, se pranon të vërtetën. Qysh don pastaj që Kur'ani me dëpërtu tek ti? Domthon mendjemasia është ajo dera e cila i hapet njeriu jo për me afru te Kur'ani, për me largu prej Kur'anit. Prandaj çdo kush që dallon për mendjemasi, çdo kush që dallon për këtë tipar të urryer, ai njeri nuk do të arrin me kuptu Kur'anin, edhe për një fakt nderuar vëllezër. Sinqerisht, ndonjëherë na duket që kur flasim për disa tema,
i marrim kësaj kalimit edhe mendjemasia është prej atyre sëmundjeve e cila pavarësisht se mundet me godit veç pak njeriun, arrin me shkatëru. Pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thonë: La yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dharratin min kibr. Ai njeri i cili në zemrën e tij e ka vetëm një grimc mendjemasi nuk hyn në xhenet. Jo shumë mendjemasi, vetëm një grimc mendjemasi nuk hyn në xhenet. Pse? Për arsye se mendjemasia nënkupton që ti mos me pranu të vërtetën. Allahu xhallahu ala thirr që ne me ju nështru Allah, mendjemasia thotë jo. Domthonë është rivalitet karshi Allahu të madhruar, edhe për fund shkaku i katërt pse njerëzit nuk arrin me kuptu Kur'anin ose pse ju pamundsohet kuptimi i Kur'anit ka të bëjë me ndjekjen e epshit. Sa herë ne e përmendim fjalën epsh, mendja na zhvendoset te një kuptim i caktuar i saj. Epshi nuk e nënkupton atë që neve na shkon në mendje. Allahu ka thënë në Kur'an për me kuptu drejt: Afarajte men ittakhadha ilahahu hawa. A ke pa atë njeri i cili epshin e ka shndërruar në Zot? Gjithçka që ty të largon prej Allahut xhallahu ala, që të largon prej Kur'anit, që të largon prej xhamis, që të largon prej fesë, është epsh, i cili nëse respektohet, kalon në rival ndaj Allahut xhallahu ala. Prandaj nderuar vëllezër, nëse ne dëshirojmë që me kuptu Kur'anin, na duhet që fillimisht me pastru brendësinë tonë, shpirtin tonë. Na duhet që çdo tipar, çdo cilësi, çdo ves i cili e rrezikon zemrën, na duhet me eliminu. Veç mas mendjemasin, insistimin në gjuna edhe epshin. Ajo që secili prej nesh duhet ta ketë të qartë, nderuar vëllezër, është se leximi i vërtet i Kur'anit nuk është leximi i germave. Mos mashtrohet dikush me thonë: unë e lexova 10 herë hat me Kur'anin. Për arsye se shoku i pejgamberit alayhis salatu wassalam, Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, ka thonë: kur të lexoni Kur'anin, le të lëvizin zemrat para se të lëviz gjuha. Kur të lexoni Kur'anin, le të lëviz zemra para se me lëviz gjuha. Për arsye se nëse e lexon Kur'anin edhe nuk ke marrë mësim prej fjalëve të tij, prej këshillave të tij, atëherë je lexues i rëndom ose lexues i cili vetëm sipërfaqësisht e ka lexuar Kur'anin dhe nuk ka përfituar asgjë prej tij. Unë lutem Allahun e madhruar që Allah të na bëj prej atyre që në këtë muaj udhëzohen me udhëzim të drejtë, prej atyre që i qasen librit të tij edhe e shndrojnë në prijes, në udhëzues. E lutem Allahun e madhruar që në këtë muaj Kur'ani dhe agjerimi si dy prej veprave kryesore të tij, Allahu t'i shndroj në ndërmjetësues për ne në ditën e llogarisë. Edhe njerë do doja që me falendru Hoxhën Muste, i cili sonte më nderoj me dalë para jush me këtë këshill, edhe gjithë juve është hera dytë që unë jam këtu në mesin tuaj, po kështu do doja që në emër të Bashkisë Islame të Kosovës, sot jam në cilësi zyrtare para jush, do doja që t'ju përcjell edhe urimet e tyre, edhe kërkesat edhe lutjet e tyre që këtë bukuri që kemi në mesin tonë, këtë xhamat bukur, këtë frym të mirë, ta ruajmë dhe ta kultivojmë. Zoti ju shpërblet gjithëve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.